29 komuna të qarkut të Dibrës janë zgjuar sot të bllokuara nga dëbora, që në Mat, Bulqiz e Peshkopi kaloi 1 metër. Banorët e fshatrave të izoluar shprehen se nuk kanë mbledhur ushqime rezervë për një situatë të tillë. Më problematike në qarkun e Dibrës shfaqen komunat Lur, Kalaj Dotos, Selisht, Reç, të rrethit Bulqiz, Ostren, Trebisht e Martanesh, si dhe komunat Zibër dhe Matrukull në rrethin e Matit. Ndërsa në afërsi të Burrelit, problematike mbetet komuna Komsi. News 24 ka fiksuar pamje nga vështirësitë që po hasin banorët në këto komuna. Rruga nga Miloti në Peshkopi është vetëm një kalimshë, pavarësisht se raportohet që rruga nacionale është e hapur 2 korsi, kjo vetëm është e hapur 1 korsi. Dëbora këtu në këtë vend që jemi na është zona me ulët në rrethin e Matit, ka rritur mbi 70 cm. Nuk janë marrë masa fare për të hapur rrugët vetëm fshatarët me forcat e veta. Këtë komunë janë bllokuar. Pse mos ha bën tash? Furnizimi janë ndërprer komplet. Ne kena 4 orë që jasim kam rruga bllokuar krejtësisht, s'ka, du me shku në shkolla, se s'bën ta si çfarë, çfarë bën këta më. Ndërkohë, sipas prefektit të qarkut të Dibrës, është mbledhur me urgjencë shtabi i emergjencës dhe pritet që nesër një helikopter të fillojë shpërndarjen e ushqimeve nga ajri.